Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit më shpëlotit. Falënderimet në të sinqerta e emrit për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, me familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshatha. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Jeta e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, nuk ishte thjesht një mision profetik i kufizuar në përcjelljen e mesazhit hynar, por një dëshmi e gjallë e përkushtimit, e dashurisë dhe nënshtrimit të plotë ndaj Allahut të madhëruar. Çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo qëndrim i tij pasqyronte një lidhje të pandërprer me krijuesin. Pikërisht, kjo marrëdhënie e veçantë e bëri profetin shembullin më të lartë të përsosmërisë njerëzore dhe modelin më të denjë të të ndjekur. Dimensioni shpirtëror i personalitetit të profetit Muhammed zë një vend të rëndësishëm në studimin e jetës së tij. Ai e ndërtoi ekzistencën e tij mbi besimin, mbi përulësinë, mbi përkushtimin e sinqert ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe adhurimin me devotshmëri ndaj tij. Edhe pse mbante mbi supe përgjegjësinë e udhëheqjes së një shoqërie të tërë, ai nuk u shkëput asnjëherë nga adhurimi dhe nga lidhja e tij e vazhdueshme me Zotin e gjithësisë. Marrëdhënia e profetit Muhammed me Allahun nuk mund të përkufizohet vetëm si një marrëdhënie adhurimi, por ajo ishte një lidhje e mbështetur në njohjen e thellë të madhështisë hynore, e mbështetur në besimin e palëkundur dhe e mbështetur në bindjen absolute ndaj urdhrave të Zotit të gjithësisë. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, marrëdhënia që profeti kishte me Allahun e madhëruar mbetet një model i përhershëm për çdo besimtar që synon ta ndërtojë jetën e tij mbi themelet e besimit, mbi themelet e sinqeritetit dhe mbi themelet e devotshmërisë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoj të ndiqnim së bashku pesa ajete të përzidhura për ditën e sotme nga sura An'am, nga ajeti 19 deri në ajetin 23 të kësaj sureje. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Thuaj, cila është dëshmia më e madhe që ti je profet? Dhe përgjigju, Allahu është dëshmitar midis meje dhe jush. Ky Kur'an më është shpallur në mënyrë që nëpërmjet tij t'ju tërheq vërejtjen juve dhe kujdo që i përsillet. A mos vallë ju dëshmoni se përveç Allahut ka dhe zota të tjerë? Thuaj, unë nuk dëshmoj. Thuaj, vërtet ai, pra Allahu, është i vetmi Zot që meriton të adhurohet dhe unë jam larg nga ato që ju ja shoqëroni Allahut në adhurim. Ata që ua kemi dhënë librin e njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ashtu si i njohin fëmijët e tyre. Por ata që kanë humbur shpirtrat e tyre nuk do t'u besojnë kurrë. Kush është më keqbërës se ai që trillon gënjeshtra për Allahun ose i përgënjeshtron shpalljet e tij? Vërtet, keqbërësit nuk do të shpëtojnë. Atë ditë kur do t'i tumbojmë të gjithë, ne do t'u themi idhujtarve, ku janë idhujt tanë, për të cilët thoshit se ishin ortak të Allahut? Ata nuk do të mund të shfaqsohen ndryshe, veç se duke thënë, betohemi në Allahun, Zotin ton, nuk kemi qenë idhujtarë. Të dashur vëllezër dhe motra,
Për ditën e sotme do të flasim rreth temës Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, në dimensionin që ai kishte me marrëdhënien e tij me Allahun e plotfuqishëm në adhurim. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, me gjithë pozitën që ai kishte, statusin dhe madhështinë që gëzonte, nuk ishte as pak i pakujdesshëm ndaj adhurimit të Allahut. Ai qante në mes të natës, lutej dhe kërkonte falje për Allahut. Një natë Ummu Salama i tha profetit, e kërkoi profetin për nuk e gjeti. Ajo doli ta kërkonte dhe e gjeti të angazhuar në lutje dhe në namaz. Lutjet e tij rritnin nga syt, ndërsa ai kërkonte falje nga Allahu dhe thoshte: "O Allah, mos më lër në dorë të vetes sime, as sa çel e mbyll syt." Ummu Salama filloi të qante. Profeti ju drejtua dhe e pyeti pse kishte ardhur. Ajo tha: "O i dërguari i Allahut, ti je i dashur dhe i nderuar tek Allahu dhe me mëkatet e tua janë të falura." Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, që Allahu të falë ty atë që ka kaluar nga mëkati ynë dhe atë që ka mbetur. Ajeti i 2 i surës Fath. Atëherë përsëri qan dhe përsërit vazhdimisht: "O Allah, mos më lër në dorë të vetes time." Këto ishin fjalët e Ummu Salama drejtuar profetit. Dhe si përgjigjet profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Ai thot: "E çfarë më siguron mua? Kush do të më mbrojë nëse unë bëhem i pavëmendshëm ndaj Allahut?" Ky është një mësim për të gjithë ne të dashur vëllezër dhe motra. Mësimi më i madh që na mësoi profeti është të mos e harrojmë Allahun dhe gjithmonë të mbështetemi tek ai. Duhet të drejtohemi Allahut dhe të kërkojmë ndihmë atij në ditën e fuqisë dhe në ditën e dobësisë, në ditën e vështirësisë dhe në ditën e rehatisë njëkohësisht. Të kërkojmë fuqinë dhe mbështetjen Allahut në ditën kur armiku na rrethon dhe e vën njeriu në presionin e tij. Madje edhe në ditën kur armiku me gjithë fuqinë dhe madhështinë e tij imponohet mbi njeriu dhe mbi ekzistencën e tij. Pra, besimtari nuk duhet ta kujtojë Allahun vetëm kur është në vështirësi, por lidhja me Allahun duhet të jetë e vazhdueshme në mirëqenie dhe në sprova, në fitore dhe në vështirësi, në krenari dhe në dobësi. Vlera e babait të Fatimes së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, tek Allahu i madhëruar, shfaqet në mënyrë të veçantë në robërinë dhe përkushtimin e tij ndaj Allahut. Duke pasur parasysh se Fatimia, paqja qoftë mbi të, është burim dhe piknisje e shumë prej virtyteve të gjithë të pagabueshmëve, ajo dhe prisi besimtarve Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, janë si pika të marra nga oqeani i ekzistencës së profetit. Kuptohet edhe më mirë madhështia e pozitës së tij. Në dëshminë islame themi: "Ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu." Pra dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, pra i Allahut. Po të vëmë re rënditjen, fillimisht thuhet robëria, më pas thuhet profetësia dhe misioni që ai kishte. Pra, në radhë të parë themi abduhu, pra robi i tij, e më pas themi rasuluh, i dërguari i tij. Pra në thelb të kësaj profeti Muhammed ju dha pozita e lartë e shpalljes dhe misionit profetik për shkak të besimit dhe bindjes që ai kishte ndaj Allahut të plotfuqishëm. Kjo pjesë të nderuar dëgjues dhe shikues na mëson se madhështia e vërtetë e njeriut nuk qëndron vetëm në pozitën, autoritetin, dijen apo famën e tij, por ekziston në lidhjen e njeriut me Allahun dhe në përuljen që ai ka para krijuesit. Sa më shumë që njeriu e njeh Zotin e tij, aq më shumë e kupton nevojën që ai ka për Zotin e gjithësisë. Dhe sa më e lartë të jetë pozita e tij, aq më shumë duhet të jetë i përulur, lutës dhe i varur nga mëshira e Allahut. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, edhe pse ishte më i dashur i Allahut dhe më i lartë ndër krijesat, e shfaqte vazhdimisht këtë robëri, sepse ai qante, lutej, kërkonte falje dhe i kërkonte ndihmë Allahut që të mos e linte për asnjë çast në dorë të vetes së tij. Ky është një ndër sekretet më të mëdha të madhështisë që kishte profeti Muhammed në lidhje me dimensionin e marrëdhënies së tij me Allahun.
Sa më e madh ishte tek Allahu, aq më e madhe ishte dhe përullësia dhe robëria e tij ndaj Zotit të Gjithësisë. Në lidhje me namazet e përcaktuara në Mafatihul Jinan, thuhet se ai në muajin Shaban, ku për të cilin profeti Muhammed përkushtohej vazhdimisht në agjërimin dhe adhurimin e tij gjatë netëve dhe ditëve të tij, me përullësi ndaj Allahut të Madhëruar, Allahu e ka nderuar profetin deri në fund të jetës së tij me çdo vepër që ai bënte. Profeti Muhammed e madhëronte muajin Shaban deri në fund të jetës së tij, sepse ai përulej para madhështisë së këtij muaji dhe i kishte mësuar veten në agjërim dhe adhurim gjatë tij. Në fjalët që vijojnë pas kësaj hyrjeje, thuhet se: O Allah, na ndihmo që të ndjekim traditën dhe sunetin e tij në këtë muaj, pra në muajin Shaban. Adhurimi i profetit ishte adhurimi atij që nga qëndrimi i gjatë në mihrab i ëndëshin këmbat. Ai kalonte një pjesë të gjatë të natës zgjuar, i angazhuar në adhurim, në përgjërim, në lotje kërkim falje dhe në lutje ndaj Allahut. Ai i përsëriste vazhdimisht dhe përshpëriste lutjet e tij Allahut dhe kërkonte faljen e tij. Edhe jashtë muajit të Ramazanit, edhe në muajt e tjerë të vitit, ai agjëronte një ditë apo një ditë jo, si dhe agjëronte dhe ditë të tjera gjatë vitit, pavarësisht vapës së madhe të asaj kohe. Shokët e tij e kishin pyetur një herë: pse të gjitha këto lutje, adhurime dhe kërkime falje ndërkohë që ti nuk ke mëkat, o i dërguari i Allahut? Kjo duke u mbështetur dhe në fjalën e Allahut të Madhëruar në surën Fath, që Allahu do të falë ty atë që ka kaluar nga mëkati ynë dhe atë që ka mbetur. Ajeti i 2 i surës Fath, dhe këtë ja citojnë përsëri sahabët profetit dhe i thonë që përse të gjitha këto lutje dhe adhurime kur ti je i pagabueshëm i dërguari i Allahut, dhe profeti ju përgjigjet dhe thotë: a të mos jem pra një rob falendërues? Pra njeriu duhet të jetë në çdo moment të tij, pra në sejdë duke falendëruar Allahun, jashtë sejdës duke falendëruar Allahun, në çdo sekondë dhe minutë të jetës së tij të falenderojë Allahun edhe për atë frymëmarrje që po jep dhe po merr. I dërguari i madh i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, edhe pse zotëronte atë fuqi të lartë shpirtërore, gjithmonë e përmendte Allahun, i drejtohej vazhdimisht atij dhe mbështetej tek Allahu përmes lutjes dhe ndërmjetësimit. Është transmetuar nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: atë ju tregoj për një armë që ju shpëton nga armiqtë tuaj, dhe ajo është: lutuni Zotit tuaj natën dhe ditën, sepse arma e besimtarit është lutja. Prandaj i dërguari i Allahut gjatë luftës kryente të gjitha detyrat e nevojshme në fushën e betejës, por kthehej dhe mbështetej tek Allahu i Madhëruar, sepse e dinte që ku mbështetur tek Zoti i Gjithësisë, vinte forca për të përballur të gjitha këto sprovat e jetës. Kjo tregon një ekuilibër të jashtëzakonshëm në personalitetin e profetit. Ai merrte të gjitha masat dhe vepronte me përgjegjësi, por zemrën e mbështeste gjithmonë tek Allahu. Ai nuk e shihte lutjen si zëvendësim të përpjekjes, por e bashkonte përpjekjen me mbështetjen tek Allahu i Madhëruar. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, i dërguari ynë, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kur i përgjërohej Allahut të Madhëruar dhe kërkonte ndihmën e tij në çaste të vështira, nuk merrte parasysh faktin se kjo mund të linte përshtypje te dëgjuesit dhe vëzhguesit se ai mund të ishte i pafuqishëm. Përkundrazi, ai shprehej hapur dhe thoshte: unë jam i pafuqishëm dhe nuk mund të kryej asnjë veprim pa ndihmën e Allahut të Madhëruar. Gjatë betejës së Hendekut, kur armiqtë e rrethuan Medinën nga disa drejtime dhe synonin ta zhduknin tërësisht Islamin, Kur'anin dhe mesazhin e profetit Muhammed, në atë situatë ky i dërguar organizoi ushtarët, mori masa të sakta dhe u kujdes dhe i nxorri njerëzit për qëndres. Krahas gjithë kësaj ai binte në gjunjë dhe kjo pamje u përsërit disa herë dhe është përmendur në librat e historisë së jetës së këtij të dërguari. Ai në ato momente ngrite duar drejt qiellit, i përgjërohej dhe i lutej Allahut dhe i thonte dhe kërkonte prej tij ndihmën, fitoren dhe suksesin e besimtarëve. Kjo në mëson se mbështetja tek Allahu nuk nënkupton kurse si braktisjen e përpjekjes, por
kërkon prej nesh që neve të forcojmë veten tonë dhe të ngrejmë pra atë veten tonë duke u mbështetur tek Allahu i Madhëruar dhe të kemi ato vetbesimin që do ja dalim veçse mbështetemi tek Zoti i Gjithësisë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e përmendte Allahun në çdo gjendje dhe kërkonte ndihmë prej tij në çdo fushë. Sekreti themelor i adhurimit të profetit para Allahut të Madhëruar qëndron në faktin se ai nuk i jepte asnjë peshë absolute dhe nuk i nënshtrohej asnjë fuqie tjetër përveç Allahut. Marrëdhënia e tij me Zotin e Gjithësisë, të dashur vëllezër dhe motra, kishte një marrëdhënie e bazuar në iluzione apo në një besim të paqartë. Përkundrazi, ky besim dhe ky dimension i marrëdhënies së tyre ishte një marrëdhënie e fortë, e vetëdijshme dhe e qëndrueshme deri në ditën e Kiametit. Shoqëria jonë duhet të shndrohet në një shoqëri islame, duke përfituar inshallah nga mësimet që na japin morali dhe karakteri i këtij të dërguari, të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Dhe të mos harrojmë se lidhja që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte me Allahun është një njohje e thellë e madhështisë hynore, në besimin e palëkundur dhe në bindjen absolute ndaj urdhrave të Zotit të Gjithësisë. Prandaj, nëse neve ndjekim rrugën e profetit Muhammed, ta kemi të qartë se për të ndjekur këtë rrugë, duhet të bindemi urdhrave të Allahut, duhet të bindemi fjalës së Zotit të Gjithësisë dhe të ecim në atë mënyrë siç eci profeti Muhammed, duke ju nënshtruar fjalës së Zotit të Madhëruar. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.